Atëherë kthehemi në studio me kryetarin e Federatës Padelit të Kosovës, Besim Shulimajën. Faleminderit shumë për herë parë jemi në studio bashkë. Faleminderit shumë që je sonte prezant. Faleminderit. Një figurë interesante edhe gjatë karrierës e gjithçka tjetër, po do të bisedojmë pak më vonë për atë çështje. Fillimisht po ndalemi te Prishtina Padel Open 2025 që zhvillohet në vikend. Po, kemi turnirin që mahet një vjet, tash kam majtë si them vikend. I kemi 20 kompania, çka është mas më rëndësi edhe çka është mas më na kënaq është vëllezërit nga Shqipëria do të vinë 27 ekip nga Shqipëria. Wow. Po kam ardhur edhe Federata e Shqipërisë Padelit. Okay. Ato ku kemi me përcjellën turnirin së bashku, por edhe kemi me fol për të ardhmen për ka një training camps bashkë që kemi folë edhe më herët për me bos bashkë me Shqipërinë për me mujtën me ushtru dhe me arrit nivelin e padelit edhe në Kosovë po edhe në Shqipëri. Por nuk është që nuk po rritet niveli padelit në Kosovë. Është u rritje për shumë në Kosovë. Jonë centrat të hapën, kitë vetë u hapën padel zona dhe ato ku kemi me majtën turnirin, në Shtunë dhe Dilën, por është edhe në Matiqan ku kam u hapë besoj mrenda 4-5 jave, është edhe centra re që kam u hapën, por jonë edhe do investor tjerë që jonë të interesuar për me hapën edhe në Prishtinë një center 3. Dhe me thonën, kam ardhën të Shtunën, jemi me një zotëri nga Prizreni, që ka tregu interesim për me mujtën me shiku që si mujna me bo për zbashkur, për me punu, për me hapë edhe një center në Prizren. Dhe me thonë, na si federati jemi të knaqët edhe të lumë të për mujtën me ndimu të gjithëve, si atyve që i kemi nimu tasht, por për me mujtën për me arrit sportin sa ma shumë, arrit e sportin me marrë dhe në qytetet tjashtë. Jo vetëm Prishtinë, po edhe në Prizren, Ferizaj, Mpej, Katmumi për me mujtën me bëgjet investor për me zhvillu sportin. Fantastike. A dihet numri i garozëve apo mbetet e hapur lista ende për Prishtina? Jo në 20 ekip, do me thonën 40 lojtarë që marrin pjesë të Shtunë dhe Dilën. 40 lojtarë. 4 lojtarë. Qysh shkon sistemi i garimit? Lujna mas pare është dam në grupe. A ka short? Po, ka short dhe dam në grupe. Mas grupeve, në ditën e parë lujnë grupet, në ditën e dytë lujnë ata që kvalifikohen dhe shkojnë mas grupe që jonën për shembull faza e eliminimit. Faza e dytë, po, limitimit. Këto janë të gjithë mas planit internacionale, dhe me thonën edhe ndamjat i bohen mas ligjet internacionale, për cilë me ligjin që është padelit, i kanë edhe apps që qyshdahen grupit o të gjithat, dhe me thonën kitë mas regullë. A kanë me qenë stacionum në Prishtinë, garusit që marrin pjesë? Po, të gjithë që i marrin pjesë, kanë me banu edhe që janë për Shqipërisë, të banojnë hotel në Prishtinë. Okej, super. Kemi bashkëpunim me një hotel, dhe me thonën javë kemi mundësu të gjithat, për mujtën dhe me shiku Prishtinë, por edhe sportin. A ka me qenë edhe ish kapiteni i kombëtarës Shqipërisë Lorik Cana në Prishtinë ato ditë? Nuk di, nesër kemi një takim. Se është edhe ajni fara adorusi? Po, ashtu të është. Loriku ka qenë në djetë që u kona në Championship, jo është si e kuptojnë edhe në Shqipëri ato, po sot është në Prishtinë, nesër është dhe në Prishtinë, po zdia mundet me arrit për me najtën këto, a du të mu këthy mrapa. Shkaku e angazhime. Po, shkaku i biznisit tina. Sa jeni të kënaqur prej se keni marrë, prej se keni kriju federatën deri në ditën e sotme? Për çdo ditë jemi më të kënaqur, sporti është u zhvillu, do me thonën me shikuta është lojtarë që po vinë 3 ton kohën, çdo ditë janë të ardhur 3, 2 centra që janë në Prishtinë janë full, kapaciteti në vitet me kanë edhe centra tjera. Ajo është knatësia që qytetarët pegjojnë sportin dhe po vinë dhe kur provojnë që po është një sport atraktiv, implosiv, do me thonën po vazhdojnë, po ushtrojnë edhe për shnete edhe për të gjithat, ajo është knatësi, ajo konë qëllimi jonë, por edhe me shiku që si lejtarët që banojnë në shtetet jashme, po lajmërohen, po na thirin, do me thonën po dalin lejtarë 3, edhe mashkull dhe femra. E kjo është knatësi për me formu forcat shqiptare, ka jo, për me ardhën për me lu padel. Harrova veç edhe një pyetje me ta buhet. Qysh shkon për shembull futboll është gjyqtari, qysh shkon në padel për dëgjuesit që mundën me na dëgjojnë këto momente me ditë sakt, qysh bëhet ndamja drejtësisë?
Si punon drejtësisë te rezultati për shkakun kur është dikush në përsi pika në rregull, çu shkon? Është sporti është shumë gentleman. Domethënë ka edhe refera. Okej. Po edhe shumicën referat i lojnë edhe në kvalifikime sen me kon refera vet. Vetë këta garust. Po, garust Qaç ka besim, domethënë edhe qaç është fair play. Ashtu është. Po ka edhe refera që ecin në rreth, për shembull kur na kon kvalifikime në Evropian që kem në Madrid verës, ato ka pas refera që shkojshin i kthyshin, po nuk jon ton kon ato. Statik. Domethënë ndoshta një shumë fair play, për me pas besim ka njëri tjetrit që të kofshi nuk merrni vesh, për shembull luat topi prap. Okej. Domethënë ka diskutim mes dy vetave për pikë caktuar, luat edhe një herë. Po luat. Merren vesh. Po. Domethënë është një sport shumë gentleman, është edhe kur kon jashtë shtete, çdo shteti që më kone kemi përcjell padelen, domethënë s'ka pas kur keq kuptime, mos me mujt me pas një marrëveshje që kush ka ftu pikën, kush jo. A me këshirë në lojat internacionale që jonë, për shembull që shkojnë në finale, këto gjëtat janë gjithë referat. Po normal, se arrin nivelin lart, tani aty garohet më fuqishëm. Po. A mundemi me thonë që pjesëmarrja Madrid në një vend që nuk e njeh Kosovën si shtet, me flamur, mundet me qenë një prej arritjeve të juja gjatë këtij viti? Patjetër, 100% është ashtu. Kur kemi qenë aty në Madrid, më thonën edhe un patëm pyet, ka atje jam i Kosovës, Po, Kosovës, edhe kemi pa flamurin ku i na konën në mbledhjet evropiane që kemi pas FIPE që u konën flamuri shqiptar, më thonën është një arritje shumë e madhe. Masi ata ende s'na kanë pranuar, edhe futbolli kanë luajtur ende, domethënë është sporti është në nivel sen shumë i rëndësishëm është. Je largu shumë herët prej Kosovës. Jeton tash sa vjet në Suedi? Në Suedi jetojmë prej 88-89-ave, domethënë atje jam rritur, por veproj shumë internacional, jashtë shtetit. Shkakoj bizniseve këto të gjithat. Domethënë atje kam i kryer studimet të gjithat. Po prap ke vendos me investu në Kosovë, ka ardhur ideja për krijimin e sportit padelit. Ka kceve prej Suedis ka. Po kur pata luj para 7 vite padel në Suedi, kur pata kon me bizniset në Kosovë, kur pata ardhen, pata shikua ka sport që pata luaj edhe atje, s'pat pa sport, tani mandej pata si ide dhe tani mandej pata formu një ekip zbashkë, një tim për si me vazhdu tutje. Edhe kemi marrë vendim që do të bëj çmos për me mujtën me implementu sportin dhe me bëni sport ri, për mu ka qenë ajo diçka e mirë dhe për prindin e mi, për bashk babin që ka qenë në luftë, ka vdek mas lufte. Për ata pata thonë do të bëjnë diçka, do të bëj diçka për shtet, e për ata pata vendos për me bë për sport. Kjo është forma e patriotizmit që bëhet për vendin, patriotizmi të heshtur, por me ndikim qoftë në ekonominë e vendit, qoftë në sport, qoftë çka do. Kyçë respekt. Faleminderit. Edhe për fund harrova me të pyet, a kanë qasje shikues nëse dikush është interesuar me ardhmë me pa Prishtina Padel Open, me pas mundësi me pa, apo janë zonat e... Jo, është for free, kitë jonë pa pare, mujnë të gjithë shikues të jonë misardhër edhe me shiku sportin edhe me shiku lejtar që jonë në nivel shumë të nalt, me shiku që qka është padeli, është prej orës 10 deri sa mbaron. Prej orës 10 mëngjes? Po, në mëngjes. Okej. 2 ditë, tha? 2 ditë, është shtunë edhe dille. Jeni misardhër, kemi edhe barbecue është në të shtunën, është for free, mënohëm i bëq mësat së bashkë për me afru shtetar. Weekend, po mu knash me pa një sport, me arë me familje, me thmi, ja vlen me arë me shiku, ja vlen. Unë për veti besoj shumë me qatat shpis tem, cilat, free. Pa pagesa. Po pyesin për çmimet e fituesve, a ka shpërblim për fitues? Po, ka shpërblim, po patjetër, jo në ato, po edhe çka është mas më rëndësia është që është ranking in, domethënë internacional, e marrim pikat për me mujtën me marr gara dhe internacionale. Ajo është shumë e rëndësi, por edhe ka shpenzime prej sponsorave sene që marrëm edhe ju dërgojmë. Edhe ato pastaj shpëndohen te fitues. Okej, super, perfekt. Falenderoj shumë.
Besoj kemi qenë kontakt edhe me vazhdu bisedat për çfarëdo që sjell padeli në Kosovë ose pjesëmarrja në arenën ndërkombëtare, pasi tash e kemi të krijuar edhe kombëtarën e cila po merr pjesë në gara ndërkombëtare. Faleminderit shumë edhe faleminderit për mbështetjen e mediave dhe për juve që gjithë herë na përshtatni. Faleminderit shumë. Respekt. Atëherë, shkputemi